Pas kredis, 6 miliard euro fshihet një grabitje antologjike. Ka deklaruar kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, lidhur me marrëveshjen e nënshkruar mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Britanisë së Madhe. Ai tha se VMRO-DPMNE zhvillon politika jo transparente dhe të dëmshme për vendin. Dje nënshkruan kontratën dhe menjëherë pas kësaj u takuan me kompanitë që do t'jenë kontraktor. Çfarë tenderi, çfarë ligji për prokurime publike? E gjithë është një gënjeshtër e madhe. Do të lëmë borxhe brezave të ardhshëm pa ju trembur syt. Çdo fëmijë lindur në 25 vitet e ardhshme do të ketë 6.000 euro borxh që në ditën e lindjes. Vendi ynë, populli ynë nuk mund ta duroj këtë. I pyetur lidhur me akuzat e Filipçes, Valentin Manasievski nga VMRO-DPMNE tha se Venko Filipçe nuk e ka të qartë konceptin e fjalës grabitje. Sipas tij, grabitje është kur kompania që ndërton klinik të ndërton edhe vil, që siç thot ai, i ka ndodhur Filipçes. Bill Venko Filipçe. Është grabitje kur ke një krizë të koronavirusit dhe Venko si ministër ka bler vaksinat kineze me çmim të dyfishuar. Grabitje është kur i dërgon paratë vjedhura nga Maqedonia së bashku me udhëhecin e vërtet të LSDM-s Zoran Zaev në Dubai dhe i investon atje. Është grabitje kur u premton maqedonasve dhe shqiptarve furnizim me ujë në Tetov dhe pastaj u ndërton spitale modulare ku 14 persona do të digjen të gjallë. Të njëjtën në Londër është nënshkruar marrëveshja në mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Britanisë së Madhe. Marrëveshje për të cilën krerë qeveritar thanë se është në vlerë prej 6 miliard eurosh dhe se këto investime do të destinohen në fushat si ajo e transportit, shëndetësisë, arsimit e të tjerë.